Në majin e vitit 1999, në lartësitë e Kosharës, çdo pëllëm toke fitohej me sakrificë. Përballë pozicioneve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qëndronin forca të shumta serbe, të mbështetura me armatim të rëndë, tanke dhe snajperist. Por në mesin e ushtarëve shqiptar ndodhej një komandant që nuk pranonte t'i drejtonte njerëzit e tij nga prapavia. Emri i tij ishte Abaz Thaçi, i njohur nga bashkëluftëtarët si komandant Bjeshka 1. Ai kishte mundësi të qëndronte larg frontit, kishte jetuar dhe punuar në Gjermani, kishte mbaruar akademinë ushtarake dhe kishte fituar përvojë si oficer profesionist. Por kur Kosova kërkoi bijtë e saj, Abaz Thaçi la gjithçka pas. U kthye për t'u vendosur në vijën e parë, me një moto që e përshkruante tërë karakterin e tij: unë para, ju e jani pas meje. Para se të vazhdojmë historinë e këtij oficeri të jashtëzakonshëm, ju ftojmë ta pëlqeni videon dhe ta abonoheni në kanalin Histori Epike. Në këtë mënyrë na ndihmoni të sjellim edhe më shumë histori për njerëzit që sakrifikuan gjithçka për lirinë e shqiptarëve. Abaz Isuf Thaçi u lind me 14 shtator të vitit 1964 në fshatin Ozdrim të Skënderajt. Ai u rrit në një familje të thjeshtë, por me tradita të thella atëvetare. Historia e qëndresës në familjen Thaçi kishte filluar shumë kohë përpara lindjes së tij. Miftar Thaçi, njëri nga paraardhësit e familjes, kishte luftuar kundër regjimit anti-shqiptar të Pashiqit, duke ju bashkuar qetave të Azem Galicës, Shaqir Smakës, Nak Berishës, Kamer Loshit dhe luftëtarëve të tjerë të asaj kohe. Edhe babai i Abazit, Isufi, së bashku me të vëllan, kishte qenë pjesëtar i brigadës së tretë shqiptare, e cila në vitin 1945 kishte vepruar deri në Novi Pazar. Abazi u rrit mes rrëfimeve për qëndresën, pa drejtësitë dhe përpjekje të vazhdueshme të shqiptarëve për liri. Bab Isufi dhe nën Shaha kishin 8 fëmijë, 4 djemë dhe 4 vajza. Në atë familje të madhe, Abazi mësoi që herët domethënien e përgjegjësisë, disiplinës dhe lidhjes me vendlindjen. Shkollën fillore dhe atë të mesme i përfundoi në Skënderaj. Ende si nxënës, ai u përfshi në demonstratat e vitit 1981 në Skënderaj dhe Mitrovic, kur shqiptarët kërkonin më shumë të drejta dhe barazi. Pjesëmarrja në ato demonstrata tregoi se Abazi nuk ishte i gatshëm të qëndronte indiferent përballë padrejtësisë. Pas përfundimit të shkollimit, ai vazhdoi akademinë ushtarake në Zagreb të Kroacisë, ku diplomua si oficer i logjistikës. Ishte një fushë që kërkonte organizim të jashtëzakonshëm, saktësi dhe aftësi për të marrë vendime në kushte të vështira. Për 4 vjet shërbeu në armatën jugoslave. Pal aftësive, guximit dhe komunikimit të tij, u caktua zëvendës komandant i objektit ushtarak Velebit 3, një depo e rëndësishme armatimi në Kroaci. Por Abaz Thaçi nuk ishte një oficer që i shërbente verbërisht sistemit. Ai e kuptonte gjithnjë e më qartë se kjo armat po shndrohej në një instrument kundër popujve që kërkonin liri. Kur në Kroaci filluan përplasjet, Abazi mbajti lidhje të vazhdueshme me oficerët dhe ushtarët shqiptar. Ai u angazhua në evakuimin e të rinjëve shqiptar nga zonat e rrezikshme dhe në përpjekjet për sigurimin e armëve që një ditë mund të përdoreshin për çlirimin e Kosovës. Më 15 nëntor të vitit 1990, ai u largua nga shërbimi ushtarak. Më pas shkoi në Gjermani, ku punoi deri në vitin 1998. Në pamje të parë, ai mund të kishte vazhduar një jetë të qetë në mërgim, por lajmet që vinin nga Kosova nuk e linin të qetë. Regjimi i Slobodan Miloševićit kishte suprimuar autonominë e Kosovës dhe kishte vendosur një sistem të dhunshëm policore ushtarak mbi popullsinë shqiptare.
Abazi e njihte mirë strukturën e ushtrisë jugoslave, e njihte mënyrën se si mendonin oficerët e saj, taktikat që përdornin dhe forcën që mund të hidhte në terren. Pikërisht për këtë arsye, ai e kuptoi se Kosova kishte nevojë për njerëz me përvojë profesionale. Në vitin 1998, Abaz Thaçi la Gjermaninë dhe mbërriti në Tiranë. Në muajin qershor u radhit në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, ai mori pjesë në përgatitjen e vullnetarëve shqiptar në Golem, Kalimash, Kolsh dhe zona të tjera. Nuk u mësonte vetëm përdorimin e armëve, ai përpiqej t'ju përcillte disiplinën, kujdesin në terren dhe rëndësinë e organizimit. Shumë të rinj nga Kosova u motivuan nga fjalët dhe shembulli i tij. Abazi nuk kërkonte sakrificë nga të tjerët, ndërsa vetë të qëndronte larg rrezikut. Çdo gjë që ua kërkonte ushtarëve ishte i gatshëm ta bënte i pari. Në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes të drejtuar nga kolonel Ahmet Krasniqi, në verën e vitit 1998, Abaz Thaçi u emërua oficer në Gardën Ushtarake të Kosovës, Skënderbeu, por dëshira e tij e madhe ishte të hynte në Kosovë. Me pëlqimin e eprorëve, ai u largua nga garda dhe u vendos fillimisht në Pepaj. Në kuadër të grupit operativ 3, u caktua komandanti logjistikës për repartin në Babin. Në korrik të vitit 1998, gjatë përballjeve, Abazi u plagos, pas shërimit për rreth 8 muaj kreu detyrën e shefit të logjistikës. Megjithatë, logjistika për të nuk nënkuptonte qëndrim në vende të sigurta. Ai kujdesej për furnizimin, organizimin dhe përgatitjen e ushtarëve, por sa herë që situata bëhej e rëndë, gjendej në vijën e parë. Me 9 prill të vitit 1999, Abaz Thaçi u vendos në vijën kufitare në Padesh. Atë ditë filloi një nga kapitujt më të rëndësishëm të rezistencës së UÇK-s. Thyerja e kufirit që për disa dekada kishte ndarë shqiptarët. Abazi mori pjesë në marrjen e kazermës së Kosharës dhe në operacionet që pasuan. Pas çdo aksioni, ai kthehej me pajisje dhe armatim të kapur, të cilat përdoreshin për forcimin e pozicioneve të UÇK-s. Por ai kërkonte të vendosej aty ku rreziku ishte më i madh. Me kërkesën e tij u dërgua në drejtimin e njohur si 777, terasa e Kosharës, ku zhvilloheshin përballje të pandërprera. Në atë zonë vepronin disa prej emrave më të njohur të brigadës 138, Agim Ramadani, ndërta Sali Qeku, Agim Ramadani, Rustem Berisha, Fadil Hadërgjonaj dhe Milazim Maraj. Në mesin e tyre, Abaz Thaçi fitoi respektin jo vetëm si oficer, por edhe si njeri. Më 26 prill të vitit 99, Abazi dhe 2 ushtarë të tij kapën të gjallë korrierin e një komandanti serb të njohur me novkën Piloti. I kapuri ju dorëzua më pas forcave të NATO-s. Edhe ndaj të burgosurve dhe viktimave të palës kundërshtare, Abazi kërkonte respektimin e rregullave ushtarake. Sendet dhe dokumentet e gjetura i dërgonte në komand, ndërsa kërkonte që trupat të varroseshin në mënyrë të rregullt. Kjo sjellje tregonte se ai nuk udhëhiqej nga hakmarrja. Për të, UÇK-ja duhet të kishte disiplinë, përgjegjësi dhe moral. Më 8 maj të vitit 99, komanda e batalionit të dytë i dha leje të shkonte për të vizituar familjen e tij në Tiranë. Abazi e refuzoi. Në këtë kohë lufte, pushimi është luks dhe këtë nuk ja lejoi vetës, u kishte thënë bashk luftëtarëve. Ai e dinte se mund të mos e shihte më familjen, e dinte se çdo ditë në pozicion mund të ishte dita e fundit, por nuk mund t'i linte ushtarët e tij, ndërsa fronti ishte nën presion. 3 ditë më vonë, më 11 maj, një tank serb kaloi mbi istikamin e tij. Situata dukej e pashpresë, por Abazi dhe ushtarët qëndruan në pozicione. Sulmi u zbraps, ndërsa komandanti vazhdoi t'i udhëzonte njerëzit e tij me të njëjtën qetësi. Bashk luftëtarët e përshkruanin si të guximshëm, të përpikt dhe jashtëzakonisht gjakftohtë. Sa më i madh bëhej presioni, aq më i vendosur bëhej ai.
Më 16 maj të po ati viti, në mesditë, Abbas Thaçi ndodhej sërish në pozicionet e para. Një plumb i një snajperisti serb e goditi befasisht. Ushtarët u përpoqën ta tërhiqnin nga pozicioni, por edhe në ato qaste, mendimi i tij i parë ishte vazhdimi i qëndresës. Ai i urdhëroi shumicën e ushtarëve të ktheheshin menjëherë në istikame. Mua më bartin vetëm 2 ushtarë, ju të tjerët vazhdoni luftën. Pastaj me frymën që po i shuhej, u tha: "Liria jonë është e sigurt. Më vjen keq që po ndahem nga ju." Këto ishin fjalët e fundit të komandant Bjeshka 1. Abbas Thaçi nuk arriti të shihte me sytë e tij çlirimin për të cilin kishte lënë familjen, jetën në Gjermani dhe çdo mundësi tjetër, por ai iku me bindjen se fitoria ishte afër. Shteti i Kosovës e dekoroi Abbas Thaçin me urdhrin Adem Jashari dhe i dha titullin Hero i Kosovës. Por dekorata më e madhe për të mbetet kujtesa e bashkëluftëtarëve, krenaria e familjes dhe liria e vendit për të cilin dha dijen, përvojën dhe jetën. Abbas Thaçi nuk ishte vetëm një oficer i logjistikës, ai ishte komandanti që refuzoi pushtimin, që nuk i lejoi ushtarët atje ku vetë nuk kishte guxim të shkonte dhe që edhe i plagosur për vdekje kërkoi që pozicionet të mos braktiseshin. Ai jetoi dhe ra sipas motos së tij: unë para, ju e jani pas meje. Po ju, a kishit dëgjuar më parë për jetën dhe veprimtarinë e heroit të Kosovës Abbas Thaçi? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe ndajeni këtë histori që emri dhe sakrifica e tij të mos harrohen kurrë. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.